Nëse flini gjumë pas dite, urgjent duhet ta dëgjoni këtë. Të marrësh një sy gjumë pas dite ose jo, kjo është një nga dilemat më të mëdha për shumë prej nesh. Shpesh pas gjumit të drekës mund të ndjeni të lodhur, të këputur dhe me siguri mendoni se dremitja ishte një ide e keqe, por mjekët japin të dhëna të tjera për këtë proces. Ajo jo vetëm që ju shplodh, por ndihmon trurin tuaj të qëndrojë gjithmonë në formë. Por çfarë thonë ekspertët? Një studim i publikuar së fundmi tregoi se gjumi pas ditës mund t'ju mprekëtësojë mendjen dhe t'ju ndihmojë. Studimi botuar në revistën Journal Psychotherapy monitoroi shëndetin fizik mendor për më shumë se 2000 persona, ku 1500 prej tyre flinin gjumë rregullisht gjatë drekës. Vëzhgimi tregoi se persona të cilat dremisnin në drekë dhe në pasdite për të paktën një orë kishin aftësi më të mira njohëse. Sipas mjekëve, dremitja ndihmon trurin të rigjenerohet ose të shërohet nga lodhja dhe mendimet e ditës.